Po më thoje që ka disa pikë pyetje në këtë rast. Sa kohë mund t'i duhet policisë për ta verifikuar nëse ka qenë një shpërthim apo jo? Këto Me që ka shkuar dhe në duke qenë që kanë dhe ekspertët nga Tirana, ekspert gjenier, rastet e shpërthimit ndodhjet e aksidentit si pasojë një rrymë elektrike. Dhe atyre me eksploziv patjetër që dallojnë nga njëri tjetri dhe ekspertët e përcaktojnë shumë mirë. Sepse lënda eksplozive ka një karakteristikë që lëm mbetje kimike në vendin e ngjarjes. E qartë. Të cilët merren pra është lehtë për ta kuptuar. Patjetër, shumë e lehtë nga ekspertë për ta përcaktuar. Këtu kemi të bëjmë me një eksploziv apo një aksident si pasojë e një masë elektrike. Por thosh unë jam shumë skeptik në lidhje me këtë version që ngjarja mund të jetë këtë ndodhur si pasojë një shkëndijë elektrike, një masë elektrike, sepse mënyra lloji shpërthimit dhe mënyra shkatrimit që ka shkaktuar në vendin e ngjarjes është shumë e madhe dhe Tani kam një pyetje. Pista e parë që është hedhur nga policia ka qenë që është një shkëndijë elektrike. Ndoshta policia është nxituar ndoshta pak në komunikatën e parë. Ka një nxitim në këtë komunikat? Po patjetër ka një lloj nxitimi sepse s'mund të dalësh në konkluzion. Ndoshta janë nisur nga fakti që shpërthimi ka ndodhur pikërisht te boksi i macave. E qartë. Edhe mund të kenë menduar që janë ato raportimet e para flesh.